dhe për ishtë së vërtetës dhe strategjia arsimit të cilën kjo ministri dhe le të themi është ndërsektoriale, kryeministria ka miratuar, nuk po shërben për udhërrëfyes. Edhe kur bëhet fjalë pasaj për sigurinë e të rinjve dhe nxënësve në shkolla, absolutisht që ne mendojmë që nuk është vetëm një çështje e planit të masave të cilat mund të marrë Policia e Shtetit në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit në një moment të caktuar 10 ditë para fillimit të shkollës. Ajo që ne kemi evidentuar është që infrastruktura arsimore në të gjithë këto vite në vendin tonë e pamundson që nxënësit të kenë një jetë të shëndetshme sociale dhe për pasojë të jenë edhe të sigurt nga ana e sigurisë si jetës së tyre, dhe duhet të themi që nuk ka kaluar viti nga ku ka shënuar humbje jete dhe disa të plagosur në fakt në gjithë territorin e vendit brenda oboreve të shkollave. Dhe kjo është alarmante. Pse ndodh kjo është sepse struktura në të cilën është futur sistemi jon arsimor dhe nxënësit tonë sigurisht që nuk plotësojnë një seri kushte që të parat janë infrastrukturore. Pra nëse ti në një shkollë do detyrohesh të vendosësh fëmijët në klasa të tejmbushura, ai është një tension i shtuar për të prodhuar konflikt. Nëse nuk ke hyrje dalje të relaksuara, 500 nxënës do detyrohen të dalin në një hapësirë 3 metër linear. Dhe kjo edhe sipas dëshmive të prindërve, prodhon sistematikisht konflikte çdo ditë kur fëmijët detyrohen të dalin nga dyert e tyre.